Ndonjëherë, lodhja nuk është në trup, por në shpirt. Ti buzëqesh para njerëzve, por brenda vetes po lufton në heshtje. Ka net kur zemra bëhet e rëndë dhe mendja nuk pushon së menduari. Ti lutesh, por duket sikur qielli hesht. Dhe pikërisht sot, ti erdhe këtu sepse kishe nevojë për një shenjë, një fjalë, një forcë, një arsye për të mos u dorëzuar. Ka momente kur duket sikur Zoti është larg, sikur lutjet tua po ngjiten në qiell dhe nuk marrin përgjigje. Por ajo që ti nuk sheh, është se edhe në heshtje, Zoti vazhdon të punoj për ty. Ai sheh lotët që askush tjetër nuk i pa. Ai dëgjon lutjet që ti i bëre vetëm në mendje, dhe ai e di sa shumë je lodhur duke qenë i fortë gjithkohën. Ndoshta sot, ti je vetëm një lutje larg nga forca që po kërkoje.